Liridona, si është Maqedonia e Veriut sot? Faleminderit që pat fillimisht që më ke thirrë këtu në intervistë dhe për të gjithë hapësirën që neve shqiptarëve të Maqedonisë, veçanërisht gazetarëve, ua jepni mediat të Kosovë. Maqedonia e Veriut sot është e trazuar për shkak se vetëm janë shpallur zgjedhjet komunale dhe ka trazira të shumta në aspektin mediatik, po bëhet një luftë mediale secili do të prezantojë veten më mirë nga kandidatët për kryetar komunash. A ndihesh më shumë shqiptare në një shtet tjetër apo qytetare e barabartë në Maqedoninë e Veriut? Qytetare e barabartë në Maqedoninë e Veriut sigurisht që nuk ndihem, pasi nuk mundem ta flas dhe ta shkruaj gjuhën shqipe e lirshëm, edhe një dokument të thjeshtë për një aplikim në tek mjeku, pra një termin ta marr për tek mjeku am, nuk mundem ta bëj në gjuhën shqipe, sigurisht që nuk ndjehem qytetare e barabartë, ndërsa kur vi në Kosovë dhe në Shqipëri, që nga kufiri që flasin shqip, sigurisht ndjejmë një dëshirë të madhe për gjuhën tonë kur e dëgjojmë se flitet. A ka një zgjim kombëtar të brezit të ri shqiptar atje apo më shumë konformizëm? Jo, as pak, nuk mendoj se brezi i ri kanë ndjenja të tilla. Qofsha unë gabuar, por mendoj se ende ata më të vjetrit, veçanërisht kur intervistojmë, ja kisha një intervistë të cilën e kam plasuar dje, kanë ende ato ndjenjat e larta patriotike, ndërsa tek brezi i ri, je vetëm një ide që mbizotron në kokën e tyre është vetëm si të largohen nga Maqedonia. Çfarë do doje të ndryshoje menjëherë në raportin Maqedonas-Shqiptar nëse do të kishe pushtet vendimarrës? Nëse do të kisha pushtet vendimarrës, do kisha dashur që gjuha shqipe të jetë me të vërtet gjuhë zyrtare në dokument dhe në të gjitha porët e jetës për ne shqiptarët e Maqedonisë. Imagjinoje të jetosh në një shtet edhe të mos mund ta flasësh dhe ta shkruash gjuhën tënde, të mos mund të aplikosh askund, asnjë CV ta dërgosh, asnjë termin më të thjesht, asnjë letër më të thjesht, asnjëherë askund të mos mundesh ta dërgosh në gjuhën tënde amtare. Çfarë do të thotë të jesh gazetare shqiptare në një shtet me shumicë maqedonase? Këtu do të them se kam pak fat për shkak se nuk ka shumë gazetarë në Maqedoni, edhe një gazetare shqiptare pavarësisht se është shumica maqedonase, gjithsesi bëj diferencën, shpresoj unë, duke mos dashur që të tingëlloj jo modeste, mendoj se nuk më penalizon as pak. A ke ndjerë ndonjëherë presion apo autocenzur gjatë punës tënde, sidomos kur flet për çështje të ndjeshme? Po, presion po, autocenzur jo. Autocenzur nuk bëj, por presion po, ka shpeshherë që presioni psiqik që më shkaktojnë në bazë të telefonatave, njerëzve që më thirrin telefon, mënyrës që dëshirojnë të më cenzurojnë, po e ndjej shpesh edhe përvoja tani më 12 vjeçare që jam në këtë treg, 5-6 vite po merrem me gazetari investigative, ka bërë që të di ta përballoj me sukses. Cila ka qenë tema më e vështirë që ke trajtuar si gazetare dhe pse? Tema të vështira unë pothuajse çdo 2 të 3 ditë trajtoj, ka shumë prej tyre, mendoj se një që do ta postoj tani së shpejti, nuk e di kush faqet kjo video, por do ta postoj sot ose nesër, është një vajzë që më ka lënë shumë përshtypje, kemi xhiruar dje, ishte rritur në një familje ku prindi i saj ishte narkoman, përdorues narkotikësh, por tani kishte ankesa për shkak se mjekët të cilët trajtojnë personat që janë nën varësi të drogës, i jepshin dozën e metadonit për një javë, në ditën e parë të javës, dhe ai merrte mbi dozë, e më pas gjatë gjithë javës ishte i dhunshëm me familje, me familjarët, dhe kjo vajzë nën heshti kishte kërkuar disa herë nga mjekët që të veprojnë ndryshe, edhe tash kërkonte më ndihmën e medjave për të marrë dënimin e merituar këto mjekë të cilët janë abuziv me dozën e metadonit, dhe ka shpjeguar në intervistë sa e vështirë është të jesh vajza e një personi që përdor drogë. A ke pasur ndonjëherë kërcënime apo presione nga akter politik ose struktura tjera për të lënë të heshtur? Direkte jo, nuk mundem ta them këtë që ka qenë direkte, por indirekte, edhe indirekte kuptohet se si bëhet nëpërmjet të policisë. Pra ne duke plasuar temat të cilat i kemi trajtuar, ka dashur policia në bazë të informatave që unë kam pasur, edhe të më bëjnë një bazëtisje në shtëpi, por sigurisht e amortizova unë në bazë të lidhjeve dhe burimeve gazetareske. Ajo ka qenë vetëm të kishte qenë një
bastisje në shtëpinë time, sepse s'ka që ka të gjenë, që do të gjente një gazetar informacionet, unë nuk jap të di edhe sikur e vdekur të jem telefonit, kodi nuk do të ta kisha dhënë, por do të kishim bërë një shqetësim tek familjarët e mi, kuptohet që unë jetoj në një vend ku jetojmë bashkë me vjehrit, aty afër, me kunata, me miq, me njerëz, sigurisht prezenca e policisë, të kordonave të policisë, do të kishte shqetësuar familjarët e mi, edhe fëmijët e mi që janë shumë në moshë shumë të vogël. Gazetaria në Maqedoninë e Veriut, liri e fjalës apo kufizime të heshtura? Si është realiteti yt? Unë mendoj se kam liri të plot të fjalës, e them atë çfarë dua në rrjetet e mia sociale që janë mediumi më i fuqishëm edhe që nuk guxon të cenzurohet, por si thash, nëpërmjet aktorëve të tretë, të katërt, mundohen që të bëjnë një lloj presioni, por unë nuk bi pre presionin, por dikundi dim që ta menaxhojmë. Realisht, si do ta përshkruaj pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut për te deklaratave politike? E mjerueshme. Pozita e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut është e mjerueshme, fatkeqësisht. A mendon se shqiptarët janë të përfaqësuar denjësisht në institucione shtetërore? Shqiptarët a mendoj se janë të përfaqësuar denjësisht në institucione shtetërore, tani shiheni çfarë ka një diçka. Po bëhet një PR, edhe është bërë një PR 22 vite që ishte një parti tjetër në pushtet, tani ka një parti tjetër në pushtet, dhe po bëhet një PR sikurse ne përfaqësohemi. Çfarë është përfaqësim real? Tani të japin një drejtori që është shumë e rëndësishme, supozojmë kur ndahen resortet, të japin MEPSO, supozojmë. Është një ndër drejtoritë më të rëndësishme. Ti je drejtori i MEPSOS ose je ministër i ekonomisë, që në sens duket shumë e madhe të ketë ministrin e ekonomisë një shqiptar, por realisht kjo është një gënjeshtër, një kamuflazh e mirë që ju bëhet popullit. Thonë, në kohën më përpara kishim shumë drejtor shqiptar, ose supozojmë kishim shumë resore. Po okej, krejt ajo është në rregull. Ti çfarë i ke dhënë kësaj popullatës me ato resore që i ke pasur, me atë ministri, ti çfarë i ke ofruar si investim, çfarë shqiptarët kanë pa më mirë. Vetëm vjedhje. Shiheni në kohë zgjedhjesh dalin të bëmat e të gjithë partive, nuk po them për opozita. Secili vije në pushtet vetëm që të pasuroj rrethin e vet edhe rrethin aty të partë, të dytë, të tretë të tij. Askush nuk vije për popullin. Deklaratat politike të cilat jepen përpara zgjedhjeve nuk u mbahen as 2 muaj pas zgjedhjeve. Ky popull po gënjehet shumë fuqishëm. Përderisa në një moment, për shembull, ne themi, kemi bërë një video dhe themi, a keni ujë në shtëpi? Edhe ai thotë, jo, nuk kam ujë. Edhe 2-3 komente i lexoj që më thonë, halli ju do të tregoj se nuk kemi ujë. Shiheni çfarë mendësie. I hysh aty djalin në profil aty komentuesit dhe e sheh që ka profilin në cover me kryetarin e partisë. Unë nuk kam asnjë lloj problemi me këtë djalë, me këtë komentues. Unë kam me mendësinë e këtij populli i cili vuan ende në vitin 2025 për ujë, për rrugë, për mbeturinat.